Alkooli, droga, armat, lojrat e fatit, prostitucioni, pornografia, lufta biologjike, financat e bazuara në interes, sigurimet jetësore, anuitet, manipulim mediatik dhe gënjeshtra, shfarosja etnike dhe vjedhja e resurseve. Këto janë disa nga industritë më të mëdha në perëndim, ku vetëm disa të zgjedhur kontrollojnë masat, dhe Islami e ndalon secilën prej tyre. A e dini pse bën luftrat kundër muslimanëve dhe pse mediat perëndimore na portretizojnë gjithmonë si të këqij? Sepse ne nuk jemi të mirë për bizneset e tyre të liga. Tu e ka thonë të japim kreditin që ky CEO lojera, Po, CEO lojera. Nuk janë fjalët e mia, po më ka pëlqyer për mbledhja shumë e bukur që e ka bërë, sepse janë për një meç ato ndalesat e mëdha që Islami i ndalon, e këta që dynjën e aspirojnë me vjel në maksimum, këtyne s'ju konvenon atë. Prandaj e kum postuar këtë shkrim, edhe është një përmbyllje shumë e bukur me tregu atë pozicionet. Le themi nëse futesh në garë për dynjë, disa avantazhet tona janë këto, siç ky është sistemi ekonomik botnor. Apo kupton? Është i 150 vjetëve të fundit. Prandaj na e kemi të pamundur me qenë kompetitiv përderisa nuk pranojmë me shupena njënën prej tyne. Është e para. E dyta, Islami si Islam nuk goditet por në urrëtie le të themi të momentit tyne, janë arsyet që bjen ndesh me ato vlera që ata mishrojnë. Tash nëse thu ky debati që bëhet Islami është i papërshtatshëm për kulturën perëndimore, atë. Mas pori o çau kultura perëndimore. Sot kultura perëndimore nuk e di as rrojën e vet as gjendjen ku ka. Do thonë kemi prifta që dalin komunitetin e alfabetit ta promovu që Jezusi e do dhe ato dhe këto atë. Islami s'ka shupen këtë aspekt. Jo, komuniteti i alfabetit është i papranueshëm. Që është ligji i Zotit, as kemi janë ligjet të individit, apo kupton. Edhe në këtë aspekt, këto e kum bë share për me ju dhoni indikacion, për ndritje që mos më i dhon zor kanë njerë me u argumentu me disa bro. Sepse nuk ka problemi me neve. Në momentin që na lëshojmë peng këtu, ata na dojnë kret. Do të thonë, nëse nuk lëshojmë peng, kemi me pas sfida, dhe sfidat janë të vërteta. Për shembull ekonomia, Ekonomia është një prej temave që i flas zakonisht me njerëz, edhe me xhallar dhe me shokët mi. Është disavantazhi në çështjen e ekonomisë që kemi. Domethënë për me dash me themelu një biznes. Nëse je parimor, e ki shumë të vështirë për me mbledh 100.000 euro, le themi. Ku i marr 100.000 euro? Çka është mekanizmi i parë që adresohen kret njerëzit? Banka komerciale. Banka e ribas, e interesit, apo. Na kemi ndaluar. Domethënë çka po të prodhon ti? Po të prodhon një disavantazh të jashtëzakonshëm për me u futi me provu me qenë kompetitiv në treg. Harame të tjera, fusha që ju përmend aty, pornografia, një për industrive më të levërdishme, apo alkooli, për industrive më të levërdishme, narkotikat, mos flasim më nën toka anë kënej. Kreto janë që neve na bëjnë më tonë të padëshiruar pse s'po dojmë me lujt me rregullat e lojës që është e dytë. A merresh? Domethënë janë sfida që na përkasin neve, domethënë që njeriu që e ka do për një me YouTube, me hakikat për Allah, nuk lëshon pe. Për shembull, unë kum blej Libanes para 3 vjeteve, vetëm për ta ilustruar. Edhe bona dua zot në banka nuk duam prek, s'u marr kredi kur asnjëherë. Alhamdulillah. Edhe nuk e kam me marr, edhe më kanë të coftë që thënë aty, po principi prem këtë punë. As alkool s'u pi me potencion është tash tak vallëkin. Potencoj. Po potencoj më nëse 40 gati bëj kur alkool në gorë s'u shti. Kur zinos kum bëhat e përmendim edhe këto që është shumë e rëndësishme, prandaj flas me plot gojë për kurvninë kundër antivlerave e degenerimit, apo kupton? Kështu që Allahu të themi shishyrë alhamdulillah në tan kohën. Allahumma salli ala Muhammed. Prandaj jemi të fol edhe për riban. Edhe thash o zot edhe bëma i çarët i banesa shumë shtrejt ke bro. Bëma i çarët se kisha as 1/4 e shumës. Unë për hadër tonë nuk du me prek atë. Kishte çat vjet, një prej bankave. Mundësi të mirë. Po flas në çat vit specifik kur po duan me blej banesën, se lokacioni më përshtatet kriteret që i kisha. Njëna prej bankave ku jam klient unë, mos t'i japim tash më bë marketing këtu. Çdo 1 muaj, 2 muaj, ma çoj keni SMS i nderuar zotri Xhairi, 100.000 euro ti kemi alokuti. Apo den se më kon si me ditë ata që jam unë në proces të dash me blej banesën. Ai 100.000 euro që jam shilke pikën me njëra bibi, atë. Po. Atë çfarë tu ndihmi le temi të lojës shejtani dreshi mallkume e pranua ofertën, rrogën e kisha të mirë, më pagu këto për një afat atë. Çfarë po di, 10 vjeçar, 15 vjeçar, edhe u mshelke kriza e banesës. Po ngula kom bro, atë tash so puna takvalloku sa puna e vlerave të cilat unë që 40 vjet jum edukuar dhe jum mësuar me jetu me to atë. Për mua është hard no alkooli, është hard no kredia, është hard no zinaja. Po çka ka kosto kjo, s'muj me ble banes kur, po kur inshallah tan jetën me qirash kjo atë. Pse është një princip që më ka pëlqyer mua. Kërcënimi është shumë serioz për bindjet e mia fetare. Luftë me Allahun, bravo.
Atëherë këtë kërcimi unë çash trim nuk jam. Unë jam trim në sfera tjera, po këtu s'po më merr ka mendja, a din. Po valla. Edhe elhamdulillah bivesh me përmbyll ilustrimin. Ta gjeti Allah në qare. Ja, bro, atë. Alhamdulillah. Më shpjegova, njëri që 20.000, tjetri që 80.000, që s'jep kërkush 20.000 euro për kollaj borsët. Po. Një akraba që 30.000, atë po. U bone me banes. Alhamdulillah. Kjo është shembull i mirë. Edhe interesi s'ka prek. Allah shqyra atë. Tash ai më mirë gjak kretve, Allah vale, unë nuk e di, unë vetë kallzoj rrezikun që e mora, tu bë dua me lë shpirti që s'po du me ngjy anë asnjëherë, atë. Pse bindjen e kom që për një është me lut me zgjarçit në ata. Edhe zoti ma qelini një utë. E tash të banes janë divinet, apo? Tash të banes janë divinet. Alhamdulillah, inshallah. Një vjet i bonën para 2 javë. Alhamdulillah.